Miqtë Prizmës, në momentet të tanishme të protestës e cila ka më tepër se 2 muaj që vazhdon, sigurisht është e qartë që numri është i vogël, kanë mbetur vetëm ato organizator të fillimit edhe jo të gjithë ato, po kryesisht janë njerëzit e dapajt, njerëzit e qorrit, të ndryshëm nga njëri tjetri, po që edhe pse janë të ndryshëm, rrinë në sipërfaqe, po themi të ndryshme, po aty janë. Disa që janë të agron shet, edhe normalisht pastaj disa flamingo që kanë të bëjnë me ultramajtizmin këtu ke ne, ekologjistat, dhe tek tuk nga Partia Demokratike. Sepse në të vërtet do të ishte një turp i madh, dhe këtu tash edhe unë bashkohem me ata që mendojnë si mund dali Partia Demokratike aty kur drejtuesi numër 1, ai udhëheqësi shpirtëror i tyre, që sigurisht unë nuk e duroj, as mund ta respektoj kur gjithë jetën time, që quhet Sali Berisha, përkundrazi, është një nga njerëzit më të këqij që ka prodhuar historia, jo vetëm e komunistave shqiptar, po edhe çdo shqiptari tjetër në pushtet, ti thuhet në burg, si mund dalon. Ma është një hipokrizi e jashtëzakonshme, dhe këtë hipokrizi e provokon vetë Sali Berisha, sepse ai vërtet thot dilni, po dole me shumicë, ai të manshnim mësane që ke dal. Në një protest kur thuhet Rama në burg dhe Berisha në burg, që sigurisht ishte një slogan i cili ishte zgjedhur për të qenë ekuidistant, po që në vërtet është një idiotizëm revolucionar, i cili merr përsipër të caktojë se kush do të jetë në burg. Imagjino një turm aty që cakton kush është tradhtar, kush është në burg, kush është njëri për të ngrënë plumbin kokës edhe me dorë kur bëjnë edhe këtë gestin kështu. Imagjino çfarë turme laraman edhe pa, jo vetëm e pa edukume dhe keq edukume që është, po edhe arrogante dhe njëkohësisht turm që po i dhe gjën dorë, sigurisht kthehet pastaj në linçuese. Kthehet një turm jashtëzakonisht, po në përgjithësi turmat në kohën e sotme kështu janë. Nuk pritet që ajo turm të ketë mend, as të ketë intelektualizëm. Edhe ato pak intelektual që ju merr mendja të dalin për xhiro, rrin larg, ose tash janë larguar, kështu që mbeten pak. Dhe në kushtet që mbeten pak, në kushtet e dështimit në përgjithësi të asaj proteste që quhet mbledhja e kësaj turme, elaborohet edhe nga disa gazetar protestues që janë, nga disa tipa të opinionit dhe njëkohësisht tipa të cilët nxisin në mënyrën më të keqe. Duke filluar, është edhe Arben Malaj në njërin anë, është Fatos Lubonja në anën tjetër, janë një 2-3 gazetar, si ai Bushati edhe disa të tjerë, të cilët nxisin dhunën. Edhe sigurisht pastaj marrin terminologji nga Sali Berisha, se s'kan nga e marrin tjetër. Ai është lideri që i ka provuar gjitha në Shqipëri. Dhe sot njeri, që sigurisht investohet nga News 24, se këta bëjnë edhe punën nga që kanë met pa gjë tash. Janë ke panorama dhe këto. Ju po shihni pamjet që i kam nxjerr. Po thoshte mund kalojmë në mosbindje civile. Këto mosbindje civile ka përdorur Sali Berisha 10 herë. Kur e shef që s'bën asgjë me parlamentin, s'bën asgjë me zgjedhjet, s'bën asgjë edhe me protestat, s'bën asgjë në përgjithësi, si ka 36 vjet, ose kur bën keq. Se kur do që të bëj Sali Berisha prodhon për shembull në 96-ën vjedh zgjedhjet, i grabit ato me dhunë, me forcë, rreth njerëzit, rreth gazetarët në shesh, në kamera. Pastaj bën kolapsin e shtetit si 97-ën, pastaj bën ngrush shteti si 98-ën, pastaj hedh në erë një fshat si në 2008-ën dhe pastaj vret në bulevard si në 2011-ën. Edhe përgjatë gjithë kohës bën lanat edhe çmendurinë e ndërtimeve idiote në Tiranë, ose edhe marrëzirat e tjera të vjedhjeve të rrugëve nga më të ndryshmet që thotë unë bëra 10.000 kilometra rrugë, edhe harron që ka bërë 1.000
Po, si zakonisht, si folklorik që është edhe mashtrues, bolshevik, gënjeshtar, bën, si më thënë, 10 fishon, më thënë, si zakonisht bëjnë propagandat bolshevike. Pra, prej ti e kanë mësuar, edhe mosbindjen civile. Mosbindja civile e këtyre është një marrëzi folk, po themi ideologjike. Sigurisht, ideologjia depërton, por jo thjesht ideologjia e cila sigurisht do të lexohet. Kjo është ideologji e përdorshme në aksionet e turmave dhe të nxitjeve, po themi nxitjeve revolucionare, të cilat bëjnë keq, shkatërrojnë, po themi ekosistemin e mendimit racional në Shqipëri. Nuk ka ekzistuar kur, por edhe atëherë kur ekzistojnë këta hidhen sulm për ta prishur, prishin kohezionin social, e prishin gjithmonë. Në Shqipëri rrin dhe në kryt 15 vjetëve, 20 vjetëve e prishin. Prishin shtetin dhe kur përmirësohet, kur fillon të përmirësohet, kërkojnë me domosdoshmë ta destabilizojnë, se i veprojnë edhe në shërbim të disa prej agjendave të ndryshme që i ka Ballkani, i ka dhe bota. Ballkani i ka të sigurta dy agjenda, të cilat mbase nuk nisen krejtësisht nga shtetet, po niset nga klasat politike të tyre. Në Serbi është pa diskutueshme që është brenda dhe shteti, por në Greqi ka disa grupime dhe grupazhe të cilat sigurisht edhe jashtë shtetit veprojnë si fuqi të dyta, por që nganjëherë zënë vendin e fuqisë së parë. Pra, jemi mësuar ta bëjmë këtë punë. Dhe normalisht del edhe kjo mosbindje civile. Edhe çfarë do të thotë mosbindje civile? Do përdorësh forcën, s'do bindesh për zbatimin e ligjeve të shtetit. Po nuk e për të bind për zbatimin e ligjeve të shtetit, po të detyrohesh me forcë, mësane, që të zbatosh. Edhe këta atë duan se mundësisht do dhe në i gjak, në i plagosje, që ta përmendin për keq. Sigurisht, është një vend i cili përdor demokracinë në mënyrë të jashtëzakonshme, është një vend që demokracinë e ka në mënyrë të tillë, dhe nuk është se do ta diskutojmë sot. Ato janë të stër toleruar, të gjuajnë edhe policinë, ta gjakosin policinë, të prishin rendin, ta bezdisin, natë për natë kanë 2 muaj e disa ditë, të bllokojnë çdo rrugë, ja bëjnë ferr Tiranës jetën e tyre, dhe mendojnë që duke ja bërë ferr tirancave jetën, këta kanë për të ardhur në pushtet ose do të kenë të ardhme politike në Shqipëri. Ty japësh këtyre pushtetin. Imagjino ti japësh atij Arben Kolës ose atij tjetrit me bisht, ose këtij tjetrit prap me bisht, ty japësh këtyre pushtet ose asaj që hyp, thamë edhe herë, asaj vajzës që hyp nëpër eskavatorët të Nxama, e shumë flamingove të tjerë të cilët janë jo vetëm të dhunshëm, aty në flamingeshave që u turën deputetëve mrapa, deputet të krimit, deputet të krimit e gjujnë me veze, me mollë. A thu se, i gjuke i ditë, hajde de, po të shi për ditë i gjenë në vend, sepse kujtoj se mrinë i gjëtë madhe shumë, se po i gjuën ato deputetet me veze dhe me domate, me distyre futet dhe në i gurë. Pra, kemi të bëjmë me një zallamahi njerëzish të pa kuptimt, që quajnë veten revolucionar, po janë revolucionar të këpucëve të shkyme, të dikushme, por të tangave edhe nuk e di, silikonit sotëm. Çfarë duhet të them me këtë fjalë? Me këtë duhet të them që aty ku del i pamoralshme të bën moral. Aty ku del vrasi dhe thot unë të siguroj jetën. Aty ku del mashtruesi dhe thot preuni mas mejt, sepse kjo është e drejta. Aty ku del gënjeshtari dhe të shet të vërtetën më të madhe. Dhe aty ku del skifteri, grabici i natës dhe i ditës dhe të bën njeriun e sigurisht, njeriun e kreut protestës, sigurisht kam thënë edhe një herë tjetër, kemi kaluar në një stad zhvillimi jashtëzakonisht keq. Kemi kaluar nga gënjeshtra në pushtet, nga hajnat në pushtet, te pushteti i hajnave. Është i jashtëzakonshëm pastaj. Kjo është ose nga e pavërteta në pushtet te pushteti i pavërtetës. 1 gradë më lart dhe kjo është jashtëzakonisht e keqe. Revolucionet nuk sjellin asnjë gjë të mirë, dhe sidomos këto lloj revolucionarësh, këto tipash bashkë me gjeneratën Z, sjellin të keqen më të madhe të mundshme që e pret këtë vend.
sigurisht që kjo shoqëri nuk ka për të shkuar mbrapa, nuk shkon mbrapa kërkon. E kam parë këtu në Shkodër që vetëm 15 vetë dalin dhe bërtasin kod aty. Edhe në Tiranë mblidhin herë 10, 150 vetë, 200 vetë se s'bën më tepër. Dhe katandisen si kërcasin si zorrën prushton. Ulurasin e bërtasin, bëjnë zhurmë dhe fyen, sillen si histerik, po gjithmonë shoqëria shqiptare dhe populli, ai që thon popull, nuk i ndjek më. Dhe nuk do të ndjeki kurrë sepse janë të pabesueshëm. Janë edhe më të këqij se sa këta që janë ose ata që shkuan. Janë jashtëzakonisht, këta janë njerëzit që e bëjnë fajin edhe pa ardhur në pushtet. Nuk ka nevojë ti prodhosh edhe ti provosh në pushtet. Janë fajtor pa ardhur. Janë në mënyrë katastrofike njerëz të hurit e të letarit që si duhen drejqet i lek, as që duhen marrë parasysh në herë se këta mund të ndryshojnë shoqërinë për mirë. Sigurisht kanë lindur në ditët e sotme dhe duhet i kishe çu. Këtë protestat duhet ta bënin në Tiranë në 1996. Ti hante ai pluri 96 edhe ato karakatinet e 96, ti grinte ajo Tiranë, se është e kollajt në 2026-ën, para 30 vjetësh duhet dilin këta. Po atëherë ishin në testikujt e baballarëve të tyre, një pjesë e madhe. Ishin në flamingot që s'kishin dalë akoma në dritë. Kurse ata që janë flamingo më të rritur, ata janë thjesht delirant, të cilët mosha nuk i ka bërë që të kuptojnë asgjë. Kështu miqtë e mi, nuk është se unë po egzagjeroj, unë po them, po mundohem ta ruaj fjalën, ta mas fjalën. Këta janë edhe më keq, shumë më keq se sa kjo që po them unë. Dhe normalisht ajo që thon mosbindje civile është se duan të provojnë në një çik edhe shkopin e policit. Mosbindje civile do të thonë që të fillojnë edhe të thyen ligjin në mas. Shumë e kanë thyer, shumë i kanë lejuar që ta thyen ligjin. Duhet ta provojnë, se kam përshtypje që po e provuan dhe do ta psojnë. Nuk mund të destabilizohet Shqipëria, nuk mund të destabilizohet një vend i cili sigurisht ka 1000 halla dhe 1000 probleme të veta. Unë i pari jam i mërzitur për shumë element që këtu arroganca në pushtetet dhe njëkohësisht syleshëria, shpeshherë syleshëria e bëjnë të keq dhe qeverisin. Po kjo nuk do me thënë që nga një lloj stabiliteti që ka ta destabilizosh, që të vendoshesh një diktaturë force pastaj për të ndrequr gjërat. Këtë dëshini e kemi bërë. Unë e kam provuar në Kurris sepse kam jetuar, të tjerët nuk kanë nevojë ta provojnë sepse e kanë lexuar. Ata që vinë për të ndrequr gjërat, s'bëjnë asgjë tjetër për vrasin. Marrin përsipër që të vrasin. Ata që duan me një lëvizje ti stabilizojnë gjërat, vendosin drejtësinë, s'bëjnë asgjë tjetër por zëvendësojnë, marrin përsipër të bëjnë enverin. E ne s'kemi nevojë të vendosim kështu enverash qelbanik që janë aty në shesh. Kishim atë që i vriste të gjithë. Dhe thotë sht. Nuk kemi nevojë për enver tjerë. Kështu maskaresht, cilët ju merr mend se mund të rregullojnë me një tram të lapsit, ose të megafonit tyre, ose të ati podit ku dalin edhe bëjnë gam-gam, me dy fjalë me njëherë gjërat. Me histerizmat edhe marrëzirat e njerëzve që dalin në mitomaninë e tyre idiote, folklorizmin e tyre idiot, të delirit filozofike dhe politik që mbajnë natë për natë në bulevardin e Tiranës. Dakord miqtë e mi?